paqja me ju, miq dhe ndjekës së këtij kanali, si dhe ju vëllezër dhe motra në Krishtin. Mesazhi shpirtëror i ditës së sotme është pikërisht nga Ungjilli. Edhe do lexojmë nga Mateut, kapitulli 18, vargu 20, ku janë vetë fjalët e Zotit Jezus, ku na thot: sepse aty ku janë 2 ose 3 të mbledhur në emrin tim, unë jam mes tyre. Amen. Ky varg, të dashur miq, është një premtim i vetë Jezusit për praninë e tij të veçantë frymërore në komunitetin e besimtarëve. Dhe le të shohim thelbin e këtij mesazhi. Është pikërisht prania e veçantë e Krishtit në kish. Dhe ne si besimtar besojmë atë që Bibla thotë, që kisha nuk është një godin, një ndërtesë, është grumbullim, është bashkësi e besimtarëve. Pra besimtarët janë kisha. Tempulli i Perëndisë sipas Biblës është trupi i besimtarit i rilindur nga fryma e shenjtë në momentin e besimit të tij. Kur besojmë Ungjillin e Krishtit, Perëndia vulos në zemrat tona rilindjen, që është pikërisht prania e tij për brenda nesh në frymën e shenjtë. Dhe këtë prani shohim në kish, shohim pikërisht praninë e Zotit në frymën e shenjtë, fuqisë së lutjeve, pra dhe kuptoj që lutjet kanë një fuqi më të madhe kur janë në bashkësi, sikurse dhe predikimit të fjalës së Zotit dhe adhurimit që të krishterët zakonisht kryen me këngë adhurimi, të cilat gjithashtu lidhen me fjalën e Perëndisë, pra në frymë dhe në të vërtetë. Krishti, të dashur vëllezër dhe motra, vetë premton që do jetë i pranishëm në mënyrë unike kur besimtarët mblidhen për të adhuruar atë, ose kur studiojnë fjalën e tij, ose kur luten së bashku. Dhe pikërisht fuqia e komunitetit të krishterë, që njihet si kisha, pra bashkësia, është pikërisht kur vëmendja nuk është në numrin e njerëzve. Pra nuk ka rëndësi se sa e madhe është bashkësia, sa e madhe është kisha, por është në unitetin e qëllimit të tyre. Dhe ky qëllim na thuhet te ky varg që është në emrin tim, thot Jezusi. Do më thëmë për të nderuar dhe ndjekur Jezusin. Jezu Krishti premton se as flakët e ferrit nuk do ta mposhtin kurrë kishën e tij. Pra kujdes. Mbrojtja është vetëm në kishë, të dashur miq. Është vetëm kur mblidhemi në emrin e Jezusit. Atëherë flakët e ferrit nuk e mposhtin shpirtin e njeriut. Por nëse njeriu nuk është në unitet, nuk është në bashkësi me kishën, atëherë ai nuk është imun ndaj flakëve të ferrit, ndaj gënjeshtrës, ndaj trazirave, ndaj joshjes së mëkatit, të idhujtarisë e të lakmive të ndryshme që bota i ka me shumicë. Pra, ai njeri duhet i rrezikuar për të mos t'i qëndruar sistemit të vlerave që kjo botë jep, që janë në kontradikt me sistemin e vlerave që Krishti jep. Dhe nëse shohim të varg, do shohim thellësi, po edhe thjeshtësi. Sepse na thuhet që edhe një grup shumë i vogël i besimtarëve, pra 2-3 persona, siç na thot vargu, mund të jetë një kish ku përjetohet prania e shenjtë e Perëndisë. Dhe kuptoj që ky mesazh është më tepër për besimtarët, sepse jetojmë në disa kohra të vështira. Në disa kohra ku teknologjia e informacionit, pra interneti, smartphone-ët e gjithë këto pajisje janë përhapur kudo. Edhe ndodh që edhe besimtarët gjejnë rehati dhe rrin, pra jepen, shpenzojnë shumë kohë pas tyre ekranëve, duke lënë pas dore fjalën e Perëndisë, po duke lënë pas dore edhe kishën, pra nuk mblidhen më së bashku. Por preferojnë thjesht të shohin informacione të ndryshme, dhe lavdi Zotit këto informacione janë të perëndishme, pra janë të krishtera, por ka edhe besimtarë që shohin pra gjëra thjesht të rëndomta, pra kotësira, të shohin jetën e tyre dëm.
Dhe fjala e Perëndis kuptohet që është e përjetshme. Perëndia ka ditur që do vinë këto kohra kur individualizmi, rehatia, indiferentizmi, egoizmi do jenë në rritje dhe njerëzit do jepin pas tyre mjeteve dhe thjesht do mbushin kohën e tyre thjesht me argëtim dhe me pasivitet. Prandaj Zoti na ka thënë që atëherë dhe na flet edhe sot që ne të mblidhemi së bashku. Mos të heqim dorë së mbledhurit së bashku. Dhe thirrja për besimtarët që ende nuk kanë zgjedhur të mblidhen në bashkësi për të pasur praninë dhe mbrojtjen e Perëndis, është së pari që të kërkosh një kishë të mirë. Mes mish, ose nëse nuk mundesh fizikisht, të kërkosh një kishë online. Pra me internetin sot mund të gjendet një kishë edhe online. Dhe teksa i gjen një kishë, të pyesësh për programe për të studiuar fjalën e shenjtë. Mos harrojmë që besimi vjen nga dëgjimi, dëgjimi vjen nga fjala e Perëndis. Dhe kisha ka detyrën ta predikojë dhe ta mësojë fjalën e Perëndis. Dhe teksa bëjmë këtë, atëherë mund të kërkosh një Bibël ose materiale shtesë studimi për fjalën e shenjtë. Dhe nëse Zoti të jep frymëzim ose dhunti, mund të krijosh vetë një grup për studim ose për lutje në familjen tënde, me miqtë tu ose me besimtarë të tjerë. Me rëndësi është që të mblidhesh në emër të Tij, si thot fjala. Të fokusohesh tek lutjet, te ndërtimi shpirtëror i njëri tjetrit, te inkurajimi i njëri tjetrit, dhe tek qëllimi kryesor që është për të nderuar Krishtin, dhe jo thjesht në një për socializim, thjesht për shoqëri. Dhe teksa mblidhesh në kish, pra në bashkësi, atëherë mund të presësh për praninë e Tij. Mund të shohësh se si në një zemër të hapur, brenda një bashkësie, se si punon fryma e shenjtë në mes të bashkësisë. Dhe do punoj përmes paqes, mençurisë, por edhe shërimit të dashur miq. Në kish ndodhin shërime, ndodhin mrekullira. Perëndia ndikon dhe vepron në kish. Po gjithmonë sipas besimit të besimtarit. Dhe do shohësh se si fjala e dur, do dhia e dur, do shfaqet në kohën e dur, në momentin e dur. Kisha të dashur miq, tham nuk është godin, është spitali i shpirtit, ku njerëzit mblidhen dhe Zoti është midis tyre dhe performon dhe vepron nëpërmjet njëri tjetrit. Kështu njeriu gjen forcë. E gjen pikërisht forcën në unitet. Ne të dashur miq jemi qenie komunitare. Zoti na ka krijuar për të jetuar në komunitet. Nuk ka krishtërim vetëm të dashur miq. Nuk ka krishtërim individualist. Nuk ka të krishter egoist. Je ose egoist ose i krishter. Nëse je i krishter, atëherë kisha është vendi, është tufa ku gjendet bariu i mirë, që jep jetën për delet e tij. Ndaj, kur ndihesh i dobët, ose mendon pyetje që nuk vijnë nga Bibla, po vijnë nga errësira, që thot pse të shkosh në kish, nuk e pse shkon. Ç'të duhet kisha? Atëherë kujto atë që Jezusi të thot. Dhe nëse merr vendimin për të shkuar në kish, atëherë kujto se Jezusi është me ty. Por është me ty në komunitetin tënd. Dhe mos harrojmë që lutjet në unitet, pra lutjet për njëri tjetrin, kanë shumë fuqi, thot Shkrimi i Shenjtë. Teksa mësojmë të gjë dhe mendojmë për të gjë, le të lutemi që Zoti i Shenjtë dhe i dashur, të cilin e falenderojmë për premtimin e pranisë së Tij, kur mblidhemi në emrin e Tij, të na ndihmojë që të kërkojmë dhe të jemi pjesë e bashkësive, mbledhjeve me vëllezër dhe motra, dhe të përjetojmë praninë e Tij që është praninë shëruese në mesin ton, dhe kërkojmë të në emër të Jezusit. Amen. Ky është mesazhi miq. Mos harrojmë dhe çfarë na thot Psalmi 133 vargu 1. Ja sa e mirë dhe kënaqshme është që vëllezërit të banojnë bashkë në unitet.
Pra është e mirë dhe kënaqshme për Perëndin, po edhe për ne, kur ne banojmë në unitetin e frymës së shenjtë. Kur Zoti është me ne sa herë që ne mblidhemi për nderuar emrin e Tij dhe për të ndarë bekimet me njëri tjetrin. Zoti t'ju bekojë.